Të akuzuari Naim Murseli dhe Granit Plova ju shqipton dënim me burgim përjetshëm, i cili dënim do të ekzekutohet 15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Të akuzuarit Kushtrim Kokolla i shqiptohet dënim me burgim në kozgjati prej 30 vite, i cili dënim do të ekzekutohet 15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Ky vendim sot nuk shkon vetëm për ne, shkon për Liridonën, shkon dhe për fëmijët e saj, të cilët nuk do ta shohin më nënën e tyre përjetësisht. Gjykata themelore në Prishtinë, Departamenti i Krimeve të Rënda, trupi gjykues pas këshillimit dhe votimit sot me datë 21 prill 2026 në emër të popullit merr dhe publikisht shpall këtë aktgjykim. I akuzuari Naim Murseli me të dhëna sikur në shkresat e lëndës, konform me 364 të kodit të procedurës penale, është fajtor për veprën penale të kryer në bashkëkryrje, vrasje rënd nga neni 173, paragrafin 1, pika 1.3 dhe 1.4, lidhur me nenin 31 të kodit penal të Republikës së Kosovës. I akuzuari Granit Plova me të dhëna sikur në shkresat e lëndës, konform neni 364 të kodit procedurës penale, është fajtor për veprën penale të kryer në bashkëkryrje, vrasje rënd nga neni 173, paragrafin 1, pika 1.6, lidhur me nenin 31 të kodit penal të Republikës së Kosovës. I akuzuari Granit Plova, konform neni 364 të kodit procedurës penale, është fajtor për veprën penale, mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të anëve nga neni 366 paragrafin 1 të kodit penal të Republikës së Kosovës. I akuzuari Kushtrim Kokolla me të dhëna sikur në shkresat e lëndës, konform neni 364 të kodit procedurës penale, është fajtor për veprën penale, ndihmë në kryerjen e veprës penale, vrasje rënd nga neni 173, paragrafin 1, pika 1.3 dhe 1.4, lidhur me nenin 33 të kodit penal të Republikës së Kosovës. Për të akuzuarin Kushtrim Kokolla, konform neni 362, paragrafin 1, nën paragrafin 1.1 të kodit procedurës penale, për shkak se prokurorja e shtetit është tërheq nga akta akuza, gjykata sjell aktgjykim refuzues për veprën penale, mos lajmërim i veprave penale apo kryerjesve të tyre nga neni 378, paragrafin 1, pika 1.1 të kodit penal të Republikës së Kosovës. Andaj, gjykata në bazë të dispozitave ligjore të kodit penal të Republikës së Kosovës, si dhe neneve 7, 8, 360 dhe 364 të kodit procedurës penale, të akuzuarit i gjykon. Të akuzuari Naim Murseli dhe Granit Plova ju shqipton dënim me burgim përjetshëm, i cili dënim do të ekzekutohet 15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Të akuzuarit Kushtrim Kokolla i shqiptohet dënim me burgim në kozgjati prej 30 vite, i cili dënim do të ekzekutohet 15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Konform neni 79 paragrafin 1 të kodit penal të Republikës së Kosovës, në dënimin e shqiptuar të akuzuarve Naim Murseli, Granit Plova dhe Kushtrim Kokolla, do të llogaritet koha e kaluar në paraburgim nga data 1/12/2023 e tutje. Të akuzuarve Naim Murseli, Granit Plova dhe Kushtrim Kokolla ju vazhdon mosa para burgimit. Ajo se çfarë u vërtetua sot është ajo që kemi thënë që nga fillimi, se Naimi së bashku me Kushtrimin, duke zgjedhur Granitin si vrasës, e kanë organizuar këtë krim. Ky vendim sot nuk shkon vetëm për ne, shkon për Liridonën, shkon dhe për fëmijët e saj, të cilët nuk do ta shohin më nënën e tyre përjetësisht. Andaj, ky dënim duhet të jetë edhe një mësim për gjithë ata, të cilët mundohen apo krijojnë mundësi që ta bëjnë një krim të tillë.
sa i përket kushtrim kokallës, po besoj që gjykata e ka parë ashtu, për këtë mund të folë edhe avokati, se çfarë dënimi pritet. Çfarë dënimi kemi pritur ne për të. Sadopak na ka lehtësuar dhimbjen edhe neve dhe familjes, po besoj që ishte vendim të cilin e kemi pritur gjithë popullit shqiptar, jo vetëm ne familja. Sot u nxorr një vendim konform prova materiale që administruan shqyrtim gjyqësor. U shqiptuan 2 dënime me burgim të përjetshëm dhe një kuazi dënim me burgim të përjetshëm, edhe pse si i tillë nuk parashihet me kod, pasi që ishte vetëm në kohë gjatë prej 30 vitesh, por që duke pas drejtën që ta apelojmë edhe në gjykatën e apelit konform lartësisë dënimit, konsiderojmë që do të bëjmë edhe ankesë.